Përshëndetje, më se vini flasim më për në Durrës Lajm. Biblioteka Publike e Durrësit është një institucion ikonik për qytetin tonë. Ndaj për këtë arsye, kemi të ftuar, kemi nderin të kemi të ftuar në flasim më për në Durrës Lajm drejtoreshën e Bibliotekës Publike të Durrësit, zonjën Mirela Ylli. Mirë se u gjeta vletar, është një kënaqësi dhe nder edhe mund ta quaj. Sigurisht që jam pjesë e këtij formati në Durrës Lajm që të flas për rreth këtij misioni që unë tashmë e kam marrë përsipër dhe shpresoj që ta përfundoj. Se me thënë të drejtën, vërtet mosha nuk tregon nganjëherë dhe nuk duhet ta tregojmë, po jemi drejt daljes edhe në pension, kështu që unë të falenderoj që jam pjesë sot e këtij emisioni. Mateni me ndikimin që keni dhënë se sa me dita apo vite kalendarike, kështu që jam i sigurt që do të çoni deri në fund me përkushtimin maksimal. Shpresojmë patjetër, pse jo. Është kënaqësia imja dhe unë ndihem shumë mirë, domethënë që jam në këtë lloj pozicioni dhe mendoj dhe sa herë mundohem të jap më të mirën e mundshme, domethënë që gjithsekush të gjej rrugën e tij, domethënë drejt dijes, drejt leximit të librit dhe edhe shumë gjërave të tjera. Dhe vetëm kaq, për simbolik. Pra Biblioteka Publike e Durrësit është një simbolik, një thesar i çmuar për qytetin. Patjetër. Përmban historinë, për mos kaluar çfarë ka brenda, ke repertori librave apo është thesar për qytetin, sepse dëshmon gjithë historinë e qytetit tonë, të paktën në 80 apo më shumë vitet e fundit. E drejt. Biles, unë e them shpesh dhe e kam si shprehjen time në çdo takim apo misor qoftë apo zyrtar, e kam shprehjen time dhe them sa herë që biblioteka e qytetit është prezantimi i parë i një qyteti. Patjetër. Aty shpaloset kultura, shpaloset dia dhe pa bibliotek, mendoj unë nuk ka as mirëqenie, as jetë dhe nuk di ç'të them tjetër, domethënë ka shumë gjëra që mund t'i rëndisësh, po unë kështu e mendoj, është prezantimi i parë i një qyteti. U bët afër 12 vite në drejtim të Bibliotekës Publike të Durrësit apo jo? 12 vite. Diçka nga jetëshkrimi juaj, e di pse pyes zonja Ylli. Ju kam ndjekur një herë në një performancë këtu në një event që luajtet piano. Po. Dhe vetë i parë jam kurioztar të di për karrierën tuaj ose formimin tuaj që ju solli deri këtu. Në shumë evente, duke marrë edhe miq të ngushtë si thua, gjithmonë ma kanë propozuar këtë pjesën që kur ne promovojmë një libër, a mund na luar diçka për ne? Jo se unë nuk kam dashur, por edhe tërhequr disi se them duhet edhe një përgatitje, kuptohet se asnjëherë nuk mund të luash apo të performosh pa patur diçka, domethënë që i përshtatet edhe formatit, në fakt ka mbaruar për piano. Ka mbaruar për piano. Në vitin 86. Po. Në shkollën Mujul Gjinaku, sot Jan Kukuzeli. Jan Kukuzeli. Ne kemi bërë një shkollë, si themi dhe themi akoma shkollë, që fillonin në mëngjes dhe mbaronim në 10 të darkës. Studimi ka qenë non-stop, çdo ditë, shtunë, të diel, sepse s'kishte asnjë lloj mënyre tjetër, sepse nuk mund të kesh një vazhdimsi apo një sistematik në ushtrimin e profesionit, çfarë do të jetë piano, violina apo një diçka tjetër, vegël tjetër, ajo të lë. Po e lë, të lë. Dhe ne ishim të kufizuar, s'kemi patur shumë fëmijëri. I kishim shumë të cunguara, edhe të dalurit, edhe të shijuarit plazhin. Domethënë e kishim, duhet bënim të venim që të studionim, pastaj mund të kishim atë lirësinë që iku dhe sot, e bëm dhe sot vetëm që mos ta linim veglën, sepse ishte primare për ne, edhe është një art më vete, që do dhe për kushtim, se ndryshe U bë pianiste? Po, pianiste,
Tashti ka dalë, është tjetër, si thuash, tjetër sistem. Po. Atëre ka qenë shumë strikte. Nuk ka patur, si të thuash, një dyndje 10 për violin apo 10 për piano. Ne kishim një konkurs, kemi pas një konkurs nga klasa parë deri në klasë 8, duhet të jep një konkursi. Nëse unë arrija ta fitonja, unë mund të kaloja në gjimnaz. Ka qenë kusht. Tashti nuk është ky kusht më. Tashi është me kuota. Tashi është me kuota. Po, bravo, me kuota. Kështu që unë jo se dua që ti ngrej vlerat vetes time apo ti bëj qefin vetes time, por kam qenë e talentuar në piano. Dhe e kam merituar, se thua që kam vajtur deri në gjimnaz. Pastaj u bët mësuese e pianos? Pastaj mësuese. Në Durrës? Jo. Fillova në Kavaj kam qenë mësuese. Ke nisur në Kavaj? Në Kavaj. Sa vite? Në vitin 88, në mos gaboj, deri në 95-ën. Çfarë moshe kishit në zonën e juaj? Kam qenë 20 vjeçë. Ke shkuar nga Durrës në Kavaj 20 vjeç? Po, 20 vjeçë. Dhe nuk ishte e lehtë. Atëherë s'kisha as mjete. Se vërtet ishte shkolla e muzikës në Durrës, po u dha mundësia atëherë që nuk e di se si kanë qenë të lidhura Durrësi me Kavajën, po Kavaja ka qenë një qark varri nga Durrësi dhe pan të arsyeshme që të hapin një shkollë muzike në Kavaj. Shkolla quhej Tre Dëshmorët dhe ne kemi dhënë më të mirën dhe kanë qenë vitet më të bukura, më të arta që ne i kemi shijuar dhe i kemi dhënë kësaj shkolle. Kemi bërë koncerte të ndryshme, kemi vajtur në përrethe, kemi bërë dhe koncerte brenda në shkollë, edhe kuartete, që atëherë po ta mendonje, do të thonë një si qytet i vogël, si Kavaja të kishte këtë lloj kapaciteti siç e kishte edhe Durrësi. Dhe kjo ishte një vlerë e shtuar, dhe për qytetin e Kavajës njëkohësisht, edhe për ne si mësues. Besoj me mundim me sakrifica e kemi dalë. Më pas vetëm Kavaj, pastaj u ktheva në Durrës, një vit kam dhënë mësim, piano, pastaj kalova si nëndrejtoresh tek shkolla 6 shtatori, sot Bedrije Bebisiqi, për shumë vite. Kam qenë nëndrejtoresh. Pra keni një përvojë të gjatë në edukimin e brezëve të ri. Po. Dhe tashmë jeni prej 12 vitesh keni drejtuar institucionin ikonik të qytetit. Po historiku i Bibliotekës Publike të Durrësit. Është shumë tamam është godin ikonike. Pas luftës? Tamam godin ikonike dhe besoj që dhe kur të shpërmbulemi që të vemi të godinare që shpresojmë që të shpresojmë shumë, domethënë dhe jemi në atë udhën e dur, por është e çuditshme se kjo është një vil dykaçe dhe ka qenë një misionar italian. Më pas në 10 shtator të 45-ës, të drejtuar nga Vangel Toçi, u hap biblioteka e parë e qytetit. Dhe ka patur, domethënë është pasuruar, ose më saktë ka qenë e pasuruar, me 5.000 ekzemplarë. 5.000, Që atëherë. Pastaj në vazhdimsi. Sigurisht. Ndër vite janë ndruar shumë drejtues. Vangel Toçi i pari, Pertef Kruja, mos gaboj në emra, Hasan Uqini, shkrimtar, Fatbar Detja, Me Dervishi, shkrimtar studius, të gjitha kanë qenë shkrimtar studius, Piro Dollani, mësues letërsie ka qenë ai përkthyes edhe pedagog, Flora Gjondedaj, poete, poete Dervishi të dy kanë qenë, që unë i përshëndes, se i dua shumë, poete dhe studiuese e letërsisë dhe pastaj mbas Florës kalova unë. Pas Florës kam qenë unë, po në 2014. Flora ka qenë mësuesja ime e letërsisë.
Sigurisht që pastaj është një familje e cila Patjetër. pas vajzat me triadën e kanë të trashëguar, domethënë pjesën familjeve shumë dikim. mbas prindërve, po, e saktë. Por ju vetë këtë dellin artistik nga morët. Se po flasim tani për familjen e Vice. Po, unë e kam një çik edhe nga mamaja. Po? Mamaja ka mbaruar liceun për kanto. Pavarësisht jetës atëherë se kështu kanë si tregon genin edhe e la për gjysmën si thuash, pastaj një dell se po flasim shqip e kam të nga babai. Po babai? Babai fillimet e tia ka konkuruar për aktor. Po nuk arriti që të futej në... Nuk kanë si zonë po tregon genin që të shpëtojnë. Po. Edhe kështu që kam disi edhe nga babai. Pastaj unë vetë kam dhe mbesën, më thënë që edhe ajo është këngëtare, vërtet e vogël 12 vjeçë, edhe ajo ka qenë në shumë kompeticione, në shumë festivale, dhe është këngëtare shumë e talentuar, edhe i vëlla, po ashtu kam bërë shkollën e muzikës, edhe ai ka qenë për klarinet, ka bërë edhe një grup muzikor, fillimet e tija kur ka qenë i ri, flas që ka ikur në Greqi, jo këtu. Edhe bëri një disk edhe ai, ka ardhur në pallin e kongreseve, tu ka dhënë koncert, po. Kështu që kjo është si thua, është në dellin artistik. Po. Pastaj është edhe me vesh, edhe me pasione, se po s'pate, si thonë, vërtet duhet talenti, po duhet dhe puna. Duhet puna. Janë të ndërlidhura të gjitha bashkë. Kthehemi tek Biblioteka Publike e Durrësit. A ka lexues sot? Ose mbani ju të dhëna në ndjekjen e personave të cilët të gjithë grup moshave, cilët vinë, regjistrohen, antarësohen, lexojnë, shfrytëzojnë ambientin e bibliotekës? Në momentin që flasim tani, kemi rreth 1000 lexues. 1000. Dhe duke thënë, domethënë, bibliotekë fëmijësh edhe pjesa e bibliotekës qendrore. Unë nuk them që nuk lexohet. Por tashmë dihet që ka kaluar në një format tjetër. Elektronika. Teknologjia. Dhe kjo tashmë dihet që prish shumë punë. Ne luftojmë dhe jemi gjithmonë të gatshëm që nëpërmjet aktiviteteve, zërit tonë, nëpër shkolla, nëpër kopshte, kudo që janë, të themi fjalën tonë, thirrjen, që të jenë sa më pranë librit. Sepse thjesht biblioteka është tempulli i dijes. Por prap, sado që ne luftojmë, sado që jemi më pranë, po është kanë ardhur situatat që vërtet jo se nuk duhet teknologjia, nuk jam kundra teknologjisë, por me librin është një diferencë shumë e madhe. Është një diferencë shumë e madhe. Absolutisht. Është një betejë që po e hasin të gjithë me shumë vështirësi në të gjitha fushat e jetës. Unë e shoh se unë kam një nip 8 vjeç. Dhe mos të them që është një luftë e vazhdueshme dhe e vështirë për të ndarë nga teknologjia. Sado që mundohem, me aq pak kohë sa unë mund të kem që të merrem me nipin, prap e kam drejtuar, si thua, nga anë e librit, nga anë e të lexuarit, e kam me dëshirë dhe me përkushtim disi, po prap nuk i nda në telefonave, teknologjisë, e lojrave. Pra shumë e vështirë. A them nga njerë që kjo është vërtet për të gjithë, por duhet një luftë e përditshme, sistematike, që të bëjmë çmos, që t'u alargojmë nga duart telefonat dhe teknologjinë në fëmijëve. Është e çuditshme kjo, për shumë arsye, dhe bie shkurt se ju jeni e ftuara ndërkohësisht, por thjesht më na smuat me përgjigjen tuaj. Fëmijët e manjatëve të teknologjisë në Silicon Valley, pra ata që krijojnë iPhone-in, Google,
e tjerë, nuk përdorin. Nuk e përdorin. Një, e dyta, kam dëgjuar po, këtë. jo, është e vërtet. E kam dëgjuar Është këtë. e vërtet. E dyta, universitetet apo shkollat më të mira të botës e nisën përfshirjen teknologjisë për shkolla me libra elektronik, format elektronik e tjerë, pas 15 apo 20 viteve, këto vitet e fundit i kanë zhbërë dhe po kthejnë nxënësit dhe rinin tek librat fizik dhe tek shkrimi me dorës. Jo më largë në një portal, nuk e di se kush e ke, Suedia. Këtë e kam lexuar. Po, është e Dhe vërtet. është një gjë shumë e mirë. Është e vërtet. Po ja, brezi jonë. Është e Ne vërtet. flasim për veten tonë. Po. Nuk e di se si mund të ndodhë ndryshe me fëmijët tanë. Po, dhe një niveli se është e frikshme, Shumë e se më frikshme. përmendët edhe nga familja juaj, të fëmijët në familjen tuaj, që të gjithë edhe ata që na ndjekin kanë fëmijë dhe janë shqetësuar, ka statistika të frikshme që brezi i sotëm ka një nivel inteligjencë shumë të ulët se sa brezi që nuk kishte teknologji. Dhe jo vetëm kaq, por një përqindje shumë e lartë, mbi 50% e të rinjve adoleshentë, për shkak të vetë izolimit në teknologji, kanë ide vetvrasje, etj. 30% kanë tentuar Bullizimi e këto dhe shumë gjëra të tjera. Bullizim e tjera. Pra, ndërkohë që fare thjesht tek bazika, tek libri, që është më shoqëror dhe është më social dhe të hapë dritarët e mendjes. Të hapë mendjen. Kështu që kjo bën misionin tuaj në drejtimin e Bibliotekës Publike të Durrësit edhe më të shmuar nga ç'është realisht. Ne mos të që flasim tani, ne në vit bëjmë gati 30 aktivitete. Po. S'po them promovimet e librave që Po, janë pjesë e jona, Po. por fokusi ynë më i madh është aktivitetet nëpër shkolla. Po. Pra që ta kemi dhe ta mbajmë sa më afër nxënësin me librin. Dhe aktivitetet janë si në kopshte, në shkollat nëntëvjeçare, në gjimnazet. Ne para 2 vitesh ne kemi bërë një aktivitet shumë të madh te Pallati i Kulturës. Kemi mbledhur të gjithë shkollat nëntëvjeçare dhe të gjithë gjimnazet, ku secili ka performuar poezi të bërvet, ese, në një tregim të shkurtër, pra ne kur i kemi dëgjuar dhe kur i kemi parë, që kemi dhënë dhe çmime, domethënë dhe nga juria e përbër, jemi manitur. Pra kaq talente, sa të ngelesh me gojë hapur dhe të thuash si ka mundësi që kjo teknologji po i shkatron dhe pjesa tjetër që krijuese, domethënë i japin kaq shumë e bën të shkëlqejnë. Pra jemi munduar që të bëjmë sa më shumë aktivitete, sa më shumë takime, që ta ofrojmë dhe ta thërrasim, si thuash, një thirrje e madhe, që t'jenë sa më afër me librin, t'jenë më aktiv në të lexuar dhe t'jenë në kontakt të vazhdueshëm me bibliotekën. Përse një qytetar duhet të vijë në Bibliotekën Publike të Durrësit? Çfarë afroni? Tani Përpos librave, pra di, përpos librave, po biblioteka është një derë e hapur për lexuesit. Nuk mund të vinë dhe thjesht si një godin, të vinë ta shikojnë thjesht si një godin, hajde se po kalojmë aty më ra rruga dhe po vemi po e shikojmë. Është një derë e hapur drejt dijes dhe kulturës. Dhe them, dhe është një shkallë në të cilën ngjitemi vetëm për të ecur përpara. Shumë bukur. Dhe për fëmijët zhvillon imagjinatën. Dhe për të rriturit duhet që të zgjerojnë horizontet e tyre, pra ka çfarë mësojnë e ka çfarë marrin, sepse fundit libri është thesar i çmuar për çdo. Dhe është një mendje e hapur për të gjithë. Dhe a i bën kjo, e dim përgjigjen, po për t'i dhënë një mesazh atyre që na ndjekin, e bën kjo individin, qytetarin e Durrësit të jetë më qytetar aktiv në jetën qytetare? Patjetër e bën
Një njeri e bën më të vetëdijshëm, më të kulturuar, më social, dhe po t'i mbledhim të tëra këto, si kur të ishim të tërë Të gjithë. njësoj, ne do ishim ndryshe sot. Dhe shoqëri më emancipuar. Më emancipuar. Më emancipuar. Të qytet që ka bërë histori. Të 3000 vjeçar që ku e ka shkelur dhe Ciceroni, edhe figura historike. Atë e mendoj shpesh, atë shpesh e mendoj, po t'ishin të gjithë, domethënë tamam të lexuar, të shkolluar, nuk po them të shkolluar, se të shkolluar tash më dihet. Jo të diplomuar. Jo të diplomuar. Por është një për të lexuar, por ka të bëj shumë. Ka të bëj. Që kanë të japin këtë qyteti. Më pak krim, më pak korrupsion, më pak të gjitha bashkë. Individualizëm, të gjitha bashkë. Një lloj familje e madhe, qytetarie. Të gjitha bashkë. Urë? Libri është dritë, është dije, është kulturë, është një shpirt i lirë, një relaks, një mendim ndryshe, një qasje ndryshe, mendoj unë. Patjetër. Sa them nga njerë mendoj edhe libra, edhe filmat që ne shikojmë, domethënë që unë jam shumë e pasionuar, domethënë mas filma dhe i ndjek me shumë këshëri, edhe kam bërë dallimin, si thua, filmave që janë edhe libra, dhe filmit vërtet ekranit të jep tjetër gjë, domethënë të jep atë satisfaksionin, domethënë atë ndjenjën që i përjeton edhe sikur je vetë në role, por libri është tjetër gjë. Ka arsye për këtë se... Nuk e di. Mua më jep tjetër ndjenjë e të lexuarit se sa e të ndjekurit. Njeriu, tani nuk dua t'ju lehtoj juve, përkundazi pres nga ju, por ka arsye psikologjike, sepse të gjithë njeriu ka shumë sense, ndjesi, jo vetëm ato pesa, që është nuhatja, prekja, shikim, ka shumë se kaq, dhe që nuk fatkeqësisht nuk mësohet as në shkolla, jo, sensi hapësirës, kohës, vedijës, etj. Ndërkohë që filmi sigurisht të tërheq, por e ke gati imazhin edhe tingullin. Ja, pa shumë teknologjia. Ka efekte jashtëzakonshëm, sigurisht, edhe unë jam admirues i filmave. Shumë, unë jam shumë. Por libri të aktivizon të gjitha ndjesit. Sepse të duhet koha, të duhet lokacioni, të duhet nuhatja, të gjitha shqisat aktivizohen, dhe në këtë mënyrë truri fillon të transformohet nga një vend ku je ose një personazh që ti je real, por ti mund t'i jetësohesh në lokacion tjetër, në kohë tjetër, në personazh tjetër, e kësaj shumë. E ndjen veten sikur i përjeton, sikur je tamam, sikur jeton kohën kur psikologjik të jashtëzakonshëm. Shumë. Edhe unë këtë admiroj. Në aspektin mjekësor, shëndetësor. Patjetër. Dikon të shëron. Patjetër. Shëron. Arti, letësia të shëron. Të shëron mendjen. Po ta kishim nisur me këtë, që shiko, ju që vuani nga sëmundje kardiovaskulare apo neurodegenerative, edhe muzika njëkohësisht, domethënë kur ti dëgjon diçka, domethënë që e ndjen. Normalisht, domethënë futesh në atë botën edhe po, u ktheva se ajo dashuria ime. Kështu që po të futesh në atë pjesë kur ti ashtu dëgjon diçka, të fillon e fantazon dhe futesh në atë botën dhe mendon shumë gjëra të bukura dhe edhe ndjen shpirtin shumë të qetë, shumë të lirë, dhe pastaj nga gjithë ai stres që ti ke, relaksohesh dhe i rikthehesh diçkaje që ke lënë përgjysëm. Pra dhe kjo është një të dyja bashkë, unë i kam të dyja, dhe librin edhe muzikën, kështu që nuk i ndaj do të dyja. Nuk i ndaj do. Kështu që shpresojmë që dhe faleminderit për punën që u bëni. Për 12 vitesh dhe urojmë edhe më shumë në drejtimin e Bibliotekës Publike të Durrësit për përkushtimin dhe gjithçka që ju jepni për qytetin. Çfarë keni dhënë, po jepni e do jepni edhe në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit Bledar. Ishte kënaqësi edhe unë ndihem shumë komode kur flas dhe për bibliotekën, se tashmë është bërë pjesë e imja. Mos të jenë pjesë e përditshme, shumë kohë kaloj aty në bibliotekë se sa në shtëpinë time. Kështu që shpresoj që gjërat bukura, gjërat mira na presin. Shpresoj. Ke shpresa? A do kemi godin të re? Jemi në ujdi, se po i them kështu shqip. Jemi në ujdi dhe shpresojmë se së shpejti themi do kemi një godin të re.
Ky është lajmi i mirë për qytetin. Patjetër. Sepse është përmendur shpesh, është një dëshirë, është e çuditshme sepse të gjithë e dëshirojnë, u bën vite, dekada. E dëshirojnë për asgjë konkrete dhe kjo ujdia në cilën ju jeni, Shpresoj edhe jemi në ujdira shumë të mira. Jemi në rrugën e dur, por shpresoj sa më shpejt aq më mirë, kuptohet sepse është ndihmë edhe të lexuesit, edhe të stafit ku ne punojmë, kështu që janë përshtatje me të gjitha duan të cituar do marrin kohën e vet. Po ky është shumë mirë. Që na dha të flasim hapur. A mund të vinë tek tradita jonë, tani javës, ju lutem? Po. Shumë thënie e bukur. Po. Victor Hugo. Dhe ku më qëllojnë. Ai që hap një shkollë, mbyll një burg. Fjalë shumë e madhe. Fjalë shumë e peshë, edhe shumë e madhe. Dhe me këtë thënie dalim prapë aty ku ne folëm deri tash bashkë për pjesën e kush lexon një libër ka fituar një betejë. Një betejë. Që hylli. Dhe them duhet ta dinë edhe lexuesit, edhe ata që ne imi presim të vinë që biblioteka është një thesar. Librat janë një thesar i heshtur në vetvete, i një qyteti. Sa më shumë të hapësh atë thesar, aq më shumë ne pasurohemi. Mendoj unë. Po e mbyll me këtë thënie kaq të bukur, dhe thënë kaq bukur. Shpresoj është një thesar, megjithmonë është një thesar. Shpresoj që Faleminderit për që të dëgjohemi. Për punën dhe Faleminderit juve Bledar, ishte kënaqësi. Ndihem shumë mirë. Gjithashtu. Faleminderit që na ndoqët, miru ta kohëshim në episodin e radhës.